Kemi ardhur të festojmë ditën e verës jo në Elbasan, por në një vend afër Elbasanit. Mirë se vini në një nga eventet më të bukura, atë të ditës së verës në Shqipëri. Kemi ardhur në Belç dhe mira njerëz po festojnë me muzikë live, ushqime tradicionale dhe shumë aktivitete të tjera fantastike. Nëse jeni duke kërkuar një eksperiencë ndryshe, ndiqeni këtë video deri në fund. Festimet këtu do të zgjasin 2 ditë dhe atmosfera është elektrizuese. Për ata që e duan ushqimin, panairi i produkteve lokale sjell edhe shije autentike nga zona me ushqime bio, ëmbëlsira tradicionale dhe pije të freskëta. Po kërkoni një eksperiencë ndryshe, këtu mund të qëndroni gjatë natës në një nga tendat e kampingut për vetëm 25.000 lekë të vjetra. Edhe pse sot ishte moti pak me re, ideja për të fjetur në natyrë në dritën e yjeve mbetet shumë joshse. Ne vendosëm të bënim piknik me ushqime nga shtëpia, por nuk mund t'i rezistoja qofteve nga zgarat që shisnin aty rrotull. Aroma e mishit të pjekur përhapej në ajër dhe ishte e pamundur të mos provonin diçka. Nëse po ju pëlqen kjo atmosferë, bëj një like dhe na shkruaj në koment si e festove ti ditën e verës. Gjatë gjithë ditës atmosfera ishte energjike me muzikë me DJ dhe aktivitete për gjithë grup moshat. Një pjesë e madhe e njerëzve po e shijojnë këtë festë duke kërcyer e duke kaluar momente të bukura me miqtë dhe familjen. Fatkeqësisht ne nuk mundëm të qëndrojmë deri në fund për të parë performancat e këngëtarëve dhe valltarëve, por eventi vazhdon edhe ditën e nesërme. Mbrëmjen e nesërme skena do të ndizet me performancat e Alban Skënderajt, Fifit dhe Eranda Libohovës, ndërsa gjatë ditës do të jenë të njëjtat aktivitete me lojra publike. Ky ishte një event i organizuar në mënyrë të shkëlqyer, një kombinim perfekt i natyrës, argëtimit dhe traditës. Nëse jeni afër Belçit, ende keni kohë të vini nesër dhe ta përjetoni këtë atmosferë magjike. Na shkruani në koment nëse keni qenë ndonjëherë në këtë festë ose nëse do të donit ta vizitoni. Mos harroni të pëlqeni videon dhe abonohuni për më shumë aventura. Shihemi në vlogun e radhës.